Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit duke nisur nga ato në Venezuelë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sulmuar Venezuelën dhe më pas, siç raportohet, kanë arrestuar edhe vet Nicolas Maduron. Por çfarë do të prodhoj kjo situatë nga Venezuela dhe në vendet e tjera dhe sa lidhet me politikën shqiptare, teksa shpeshherë dhe opozita e ka etiketuar kryeministrin Edi Rama si Ramaduro. Dhe nga ana tjetër, cili do të jetë interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës konkretisht në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Shqipëri tani e tutje, teksa kemi hyrë në zhvillime të interesante, duhet thënë. Për të folur për gjitha këto, por edhe çështje tjera sa i përket raportit të drejtësisë dhe politikës, ne kemi të ftuar studiuesin dhe pedagogun e politikës në Universitetin e New Yorkut, zotin Grid Roy, të cilin mund ta ndiqni edhe në podcastin e tij me të njëjtin emër. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje, Bari, faleminderit për ftesën. Zoti Roy, çfarë do të thotë ky sulm i Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi Venezuelën dhe arrestimin e vet Nicolas Maduros? Në fakt, ky ishte një sulm i paralajmëruar, i shpallur me zë dhe me figurë nga figurat më të larta të Shtetit Amerikan, duke filluar tek presidenti e tek të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurisë. Pra, ishte një gjë e pritur, ishte një rigjallërim i asaj që quhet doktrina Monroe, e cila i jep Shteteve të Bashkuara të Amerikës atë që quhet mbulimin e të gjithë pjesës së hemisferës perëndimore, pra parsinë si fuqi e madhe për të mbuluar, për të pasur interesat e veta tërësisht të mbrojtura në këtë pjesë të botës, që i bën pjesa e Amerikës Veriore dhe Amerikës Jugore. Kjo është një nga dukuritë që është vënë në duke që nga fillimi i presidencës dytë Trump, po shumë edhe më herët ishte një çështje që logjikisht do të shkonte në këtë përfundim, nuk kishte asnjë shans që të shkonte në një përfundim tjetër, dhe arsyet për cilat kjo është bërë shkojnë përtej rrjeteve të drogës dhe karteleve të drogës. Janë arsye gjeopolitike, arsye të interesave të ngushta të Shtetit Amerikan, dhe çdo paralel për t'ju përgjigjur pak sa pyetjes tuaj, sa për fillim, pastaj besoj që do ta shtjellojmë dhe më shumë, çdo paralel me Shqipërinë ose me opozitën në Shqipëri është qesharak, është për të vënë duart në kokë, është një gënjeshtër që i thuhet njerëzve nga njerëz të cilët me sa duket ndihen të dëshpëruar, edhe kur kanë përballë një diktatoruc ballkanik si Edi Rama, i cili ditët e cilit në pushtet tani më nuk janë aq të gjata sa janë dukur para 6 muajsh. Kështu që kjo më shumë tregon për varfërinë ideologjike, mendore dhe të aktiviteteve të ashtu quajturës opozit, dhe për faktin, siç e kam vënë duke më parë këtu tek ju, që ajo që quhet opozit nga ne punon së bashku me qeverinë, së bashku me pushtetin, sepse interesat e tyre janë të përbashkëta. Ato interesi i tyre është vazhdimësia e këtij sistemi, dhe për të mbajtur këtë sistem ata nxjerrin historira të çdo lloji, përfshi edhe këtë paralelizmin midis Shqipërisë dhe Venezuelës. Kujdes, kjo nuk do të thotë që, ose të paktën unë nuk dua të them që Shqipëria nuk është e kapur nga kartele ndërkombëtare. Por ka mënyra të ndryshme dhe ka interesa të ndryshme në Amerikën Jugore, në Venezuelë, që është pjesë e, nëse mund ta quajmë kështu, kopshtit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe në Shqipëri, që është pjesë e Evropës Lindore, me gjëra të tjera të cilat lidhen me lidhje të tjera gjeostrategjike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë sinjali dërgon Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast kundrejt liderëve autoritar, përfshi këtu edhe rastin e Edi Ramës, që pavarësisht, siç e thatë ju me drejt, pretendimi i opozitës për të bërë krahasim të tillë me Venezuelën duket qesharak, por në këtë rast, ashtu si në rastin e Venezuelës, a ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës atë qasje kundrejt Ballkanit Perëndimor dhe liderëve autoritar në këto vende?
Po shikoni, duhet të pikës pari të evidentojmë një dallim jashtëzakonisht shumë të qartë dhe shumë të fortë midis Venezuelës dhe Shqipërisë. Venezuela kishte një sovranitet cilin Shqipëria nuk e ka. Venezuela ka ushtri, e cila është relativisht mjaft mirë e furnizuar nga Rusia dhe nga Kina. Venezuela ka një industri nafte të nacionalizuar që në kohën e ish presidentit Chavez, të cilin Maduro i pasardhësit cilit ishte edhe Maduro. Pra, kishte një industri dhe një historik të gjatë të vendosjes së një lloj sovraniteti mbi territorin e saj, pavarësisht se në çdo rast ishte pjesë e sferës influencës amerikane. Paria e Tiranës, siç e quaj unë, në Shqipëri, përveç se ka shkatërruar çdo lloj dukurie ose çdo lloj gjëje që ka të bëjë me ushtrinë, çdo lloj gjëje që ka të bëjë me forcat e mbrojtjes dhe merret vetëm me propagandë, nuk ka asnjë lloj industrie në të cilën mbahet shteti shqiptar. Borxhi i Shqipërisë në 35 vitet e fundit është i dyti ose i treti për nga sasia e borxhit që kanë marrë shtetet e botës tretë. Pra nuk jemi në të njëjtin nivel me Venezuelën, nuk jemi në të njëjtin sasi dhe cilësi sovraniteti që kishte Venezuela. Thënë kjo, sigurisht që nuk ka nevojë që të ndërhyet ushtarakisht në Shqipëri, sepse forca e Parisë së Tiranës është më e kufizuar ushtarakisht se sa forca e Venezuelës. Problemi tjetër që del është që popullsia shqiptare ose njerëzit që jetojnë në Shqipëri të paktën kanë një pritshmëri të rreme, kanë një pritshmëri që çdo gjë duhet vi nga jashtë, çdo gjë duhet vi nga fuqitë e huaja sepse ne nuk kemi gjë në dorë. Kjo është pritshmëri e gabuar, të cilën e ushqen pikërisht kjo opozitë që ju thot njerëzve që unë dua të rrëzoj Ramën. Ideja e Ramaduros është një ide e cila e mban Ramën pushtet. Rama nuk rrëzohet me helikopter amerikan sepse nuk ka nevojë. Sepse kemi baza në Shqipëri, kemi në Kuçov, NATO-n e të tjera. Në Shqipëri, mënyra se si e ka organizuar pushtetin paria është e tillë që t'i shërbej interesave të huajve, përsa kohë që të huajt e lën në pjesën e saj të vjedhjes, të hajnisë dhe të pasurimit dhe të kontrollit shtetit. Edhe një gjë të fundit, mënyra se si paria e Tiranës i reziston huajve nuk është duke e forcuar shtetin, gjë që u përpoq ta bënte Maduro dhe Chavezi përpara tij në Venezuelë, por është duke e dobësuar shtetin. Duke e dobësuar shtetin, ata e vendosin veten si garant të sigurisë dhe të stabilitetit, të cilin aq shumë e kërkojnë ndërkombëtarët cilët merren me ne. Dhe problemi është që ndërkombëtarët vetë me disa nga veprimet e tyre, duke munduar që të paraqesin reforma si zgjidhje, si panacea të gjithë problemeve shqiptare, bien në grackën e Parisë Tiranës, e cila sa më shumë i afrohet laku, aq më shumë e dobëson shtetin, ndaj dhe unë kam dyshimin dhe frikën e madhe që paria e Tiranës po e çon vendin në një përplasje të fortë politike, nën emrin e njerëz palë që thotë Ramaduro, emrin e palës tjetër që thotë këta janë me të bërë me të huajt. Pra, ata përpiqen me përpjekjet e tyre djallëzore që të ruajnë pushtetin. Ky është i vetmi synim i tyre, nuk duhet ta ndajmë nga mendja këtë objektiv që ata kanë. Ju me të drejtë thoni se krahasimi i Shqipërisë me Venezuelën është qesharak, ashtu siç ka bërë shpeshherë opozita dhe jo vetëm ditën e sotme. Por pas goditjes së Venezuelës ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka theksuar se shtetarët të cilët kapen në trafik droge apo që akuzohen për afera të tilla duhet të mbahen përgjegjës dhe të çohen para drejtësisë. Tani lind një pyetje natyrshme që shpeshherë bëhet edhe në radhët e politikës, por edhe në radhët e opinionit publik. Vërtet Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të mos i godas liderët autoritar ashtu si në rastin e Venezuelës, po a ka një skem tjetër për të çmontuar lidhjet e politikës me trafikun e drogës, me kartelet e trafikut të drogës, apo dhe aferat e mëdha qoftë korrupsioni dhe të krimit të organizuar që janë përfshirë liderët autoritar konkretisht në Shqipëri?
Sigurisht që askujt nuk I volisin lider autoritar si Edi Rama dhe qeverisje të kapura nga krimi ndërkombëtar. Mirë po, nuk është thjesht qeveria që është pjesë e këtyre karteleve. Është një sistem I tërë I cili mban në këmbë këtë qeveri, është një sistem I tërë që ka funksionuar edhe përpara kësaj qeverie, edhe përpara asaj qeverisë që ka qenë përpara kësaj qeverie. Pra, është mënyra se si është ndërtuar shteti, e cila e bën të pashmangshme këtë rënje të çdo lloj qeverie në një kapje të madhe nga sindikata ndërkombëtare e krimit, nga rrjetet ndërkombëtare të drogës. Pra, është e padrejtë që ta cilësojmë këtë problem një problem I qeverisë aktuale në Shqipëri. Është sigurisht fajin e ka gjithmonë ai që është në qeveri. Fajin e ka padyshim zoti Rama I cili është I kapur nga të gjitha llojet e karteleve të ndryshme dhe I ka shfrytzuar ato me finokri politike. Por problemi që kemi në shqiptarët dhe që për cilin kërkohet zgjidhje nuk është thjesht qeveria, është e gjithë paria. Thënë kjo duhet I përgjigjem drejt për drejt pyetje se nuk desha të anashkaloj. Pyetja juaj kishte të bënte me a ka mjete për të cilat janë më të buta, po themi kështu, se sa ndërhyrja ushtarake për t'i rrëzuar këto rrjete. Unë besoj që ndërhyrja më e fortë që është bërë deri më sot është ndërhyrja me anë të drejtësisë re. Është një pjesë të e rëndësishme, unë e kam quajtur më parë këtu në emisionin tuaj limfa e një shteti, është drejtësia, e cila tani më nuk është nën kontrollin e plot të Parisë. Dhe kjo është ajo që e shqetëson Parinë e Tiranës, dhe kjo është ajo që I ka hedhur të gjithë në sulm, nga një anë qeveria e cila e ka shpallur luftë haptazi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, kryeministri Rama nuk fshihet më, është praktikisht duke parë drejt e në sy Washingtonin dhe duke thënë që unë jam zot në këtë vend dhe këtu qeverisin shqiptarët dhe jo amerikanët. Nga ana tjetër, secili nga pjesëtarët e tjerë të Paris ka detyrën e vet. E ashtu quajtur opozita e Partisë Demokratike, Sali Berisha ka për detyrë që të thotë sa mirë që u kap Agasi, sa keq që u kapën Dhëndri dhe unë duke vjedhur në një gjë tjetër. Në një krah kemi pra skapin kur e kapin Sali Berishën, spakun kur kapet Edi Rama. Ja një mënyrë tjetër lufte, një mënyrë tjetër anti-amerikanizmi latent, I cili injektohet tek militantët e Partisë Demokratike. Në krahun tjetër kemi atë njeriu që nuk po ndjehet më sepse ka rënë në burg tani dhe nuk I ndigjohet më I shumë fjala, I cili një herë një kohë thonte që unë bëhem therror dhe bëhem dalun tek mali me gropa, le të më bjerë atje raketa, duke qesharakërisht duke krahasuar veten me Maduron, por I mbaj unë gjunahet e Paris, vetëm lëreni këtë pari të ecë përpara sepse ne nuk e lëshojmë pozicionin ton. Ajo që e godet Parinë e Tiranës shumë më tepër se sa raketat dhe helikopterët, është evidentimi përpara shqiptarëve I banalitetit tyre, I vjedhjes tyre në mënyrën më banale të mundshme dhe kapja e parave. Pa konfiskimin e parave, se ato nuk janë paratë e tyre, janë paratë e vjedhura nga shqiptarët. Ata sot e kësaj dite I lënë kazinove në për rajon e kudo tjetër, disa në Tiranë, disa jashtë Tirane, po çrën si ka se ku. Paratë e shqiptarëve ata I përdorin për ato veset e tyre të shfrenuara. Këto janë ato, kjo është dënimi I parë që marrin ata dhe për këtë luftojnë. Është objektivi që ka Paria e Tiranës është pasurimi. Pra për ta luftuar drejt për drejt duhet ndjekur paraja. Së dyti, I takon shqiptarëve që të mos bien në grackën e përhershme të rotacionit një herë këtej, një herë andej dhe dy fytyra të ndryshme që bëjnë të njëjtën gjë. Është tani më koha që shqiptarët ta shohin sy edhe vetveten dhe të thonë ka nevojë për një sistem të ri. Me këtë lloj sistemi do të jemi këtu dhe do të mbetemi këtu dhe nuk kemi për të fituar gjë. Pa rrëzuar një sistem të tillë, në mënyrën sa më paqësore të mundshme, nuk do të mund të ketë shpëtim. Dhe këtë duhet që njerëzit ta kuptojnë mirë për ditë më shumë, sepse po evidentohen mënyra të ndryshme, domethënë banaliteti I tyre ka mbritur kulmin, këta shiten për një shishe verë të shtrenjtë. Dhe shitja e tyre për kaq pak ju tregon se çfarë njerëzish janë, se ku janë ato tastet, butonat, të cilat mund t'i prekësh dhe mund t'i blesh këta. Këta blehen për shumë pak, janë njerëz banal, blehen për një shishe verë. Atëherë këta na kanë qeverisur, këtyre në fakt ju a kemi dhënë të drejtën për të na qeverisur, duke lejuar të na qeverisin, atëherë këtu fillon problemi.
Pa u zgjidhur ky, nuk ka SPAC, nuk ka ndërhyrje amerikane, nuk ka integrim në BE, prallat të tilla që do vazhdojnë t'i tregojnë këta që na shpëton ne shqiptarët. Deri më tani, kryeministri Edi Rama nuk ka reaguar mbi rastin e Venezuelës. Ju si e lexoni këtë mos reagim, ndryshe nga sa ka bërë deri më tani, po themi, Albin Kurti, apo kjo nuk përbën ndonjë peshë politike apo ndonjë mesazh të caktuar nga ana e kryeministrit Edi Rama? Shikoni, pikës pari se nuk i përgjigja pjesës së pyetjes për Albin Kurtin. Këshilla ime shumë miqësore për Albin Kurtin do ishte që të shikonte hallet e Kosovës para se të merret me hallet e Venezuelës. Unë kuptoj që ai përpiqet merret me politikë dhe po përpiqet që të gjej anën e mirë të administratës Trump, por nuk besoj që është kjo mënyra. Është një mënyrë që nuk, domethënë, mirë bën që i del në krah administratës amerikane, por do bënte mirë që të mendonte hapat e mëtejshëm, hapat e ardhshëm përkashi interesave amerikane në rajon, sepse ata që do ta ndajnë fatin e Albin Kurti, pavarësisht se ai fitoi zgjedhjet me një pothuajse plebishit tani, për mendimin tim ky është vetëm fillimi, duhet parë se si do të organizohet qeverisja dhe ka shumë mundësi që tani me Albin Kurti të mos ketë më asnjë alibi për karshi ndërkombëtarëve dhe të detyrohet të bëjë ndërmarr hapa, të cilat do të zhgënjejnë shumë nga ata militantët e tij, të cilët e ndjekin me aq zell, thuase është Krishti i dytë në botë. Unë do thoja që Albin Kurti bën mirë, do bënte mirë të merrej me hallet tona, hallet e Kosovës, se Kosova është e jona, dhe Venezuelën t'ia lërë venezuelanëve. Për sa i përket Edi Ramës, sigurisht Edi Rama nuk do të ndjehet, sepse është pjesë në këtë lojë. Edi Rama sigurisht që kur i preken interesat ka reaguar haptasi, duke thënë që drejtësia e re duhet ndryshuar, që kjo është një drejtësi e cila i merr njerëzit në para burgim. Pra, Edi Rama nuk është tërhequr përpara trysnisë ndërkombëtare, ka folur me forcën që i jep bashkëpunimi me Sali Berishën dhe me Ilir Metën dhe me të gjithë anëtarët e tjerë Paris Tiranës për të mbrojtur pozitën e tyre brenda sistemit. Pozita e tij është më e privilegjuara, pra ai do të paguajë çmimin më të lartë. Nuk besoj që do ishte diplomatike për të folur këtu, sepse do merrte një gur dhe do i binte kokës vet. E megjithatë, ai le të flas ose të mos flas, le të prononcohet ose të mos prononcohet. Kjo është një damkë e madhe që do ta ndjek atë, sepse qeverisja e tij është bazuar në këtë lloj kapje të shtetit nga interesa kriminale dhe ndërsa paralelja është qesharake, krahasimi nuk është qesharak as pak, krahasimi është fort i qartë. Në këtë rast, dy dosjet e tij, ose më saktë ajo e Charles McGonigal, ku akuzohet ose dyshohet se i përfshirë kryeministri Edi Rama në korruptimin e ish agentit të FBI-s, dhe nga ana tjetër lidhja e tij me luftar Hysajn, i cili rezultoi të ishte pjesë e kartelit Sinaloa në Meksik, që u vendos edhe në sanksione nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. A janë këto dy gurët që mund t'i çajnë kokën Edi Ramës? Unë mendoj që duhen ndarë çështjet. Sigurisht duke i parë veçmas, patjetër. Sigurisht që lidhja e tij me kartelet, sidomos me Sinaloan, është një provë e rëndë, një gur i rëndë në shpinën e Edi Ramës dhe qeverisjes së tij, cilën sado që të mundohen e kanë të vështirë që ta anashkalojnë. Mirë, po nuk është kjo çështja thelbësore. Edi Rama është fajtor jo thjesht sepse ka bashkëpunuar me rrjetet ndërkombëtare të karteleve të drogës, po Edi Rama është fajtor sepse ka dobësuar, sepse ka përdorur shtetin shqiptar, ka përdorur pushtetin që i kanë dhënë shqiptarët për të pasuruar veten dhe kriminalët banal që ka rreth vetes. Ky është faji kryesor i Edi Ramës, të mos fillojmë edhe të merremi me Maduron edhe me kartelin e Sinaloa, se të hyjmë atyre dinamikave, sepse mendoj që shmangemi nga thelbi i situatës. Thelbi i situatës është që kemi një pari, sot e kontrolluar në mënyrë shumë të fortë, me dorë të fortë nga kryeministri aktual Edi Rama, por me bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të tjerë, e cila i ka marrë frymën Shqipërisë, e cila e ka bërë Shqipërinë një parajs për
kartelet ndërkombëtare të drogës, për kartelet ndërkombëtare të krimit dhe për disa gjëra të tjera ndërkombëtare akoma dhe më të rënda se sa aq. Sot kemi një Shqipëri që është një çerdhe e hapur, është një han pa porta për spionazhin ndërkombëtar. Sot kemi një Shqipëri e cila një Tiranë e cila luan rolin e Kairos gjatë luftës dytë botërore. Pra, dhe kemi një popull shqiptar të hutuar, të ndarë në 5 shtete në Ballkan, i cili nuk po ndërmerr masat e duhura, të paktën në pjesën e Shqipërisë londineze, për të hyrë në rrugën e drejtë, për ndërtuar një shtet kombë shqiptarëve. Unë mendoj që duhet merremi me këtë dhe t'ja lëm lidhjet me kartelin e Sinaloas, sepse karteli Sinaloas, një pjesë e tij po bashkëpunon me drejtsinë amerikane dhe ne dim shumë pak nga ato që dinë prokurorët amerikanë. Ja sot për shembull, publiku mori vesh që nuk ishte vetëm Maduro që ishte i lidhur me kartelin de los Soles që i thonë ata, por ishte edhe e shoqja që kishte lidhje. Në rastin e Ramës mund të rezultoj po e njëjta gjë, që shumë nga veprimtaritë korruptive, shumë nga veprimtaritë e kapjes së shtetit në hallka të pa dukshme sot, po që dihen nga specialistët, shkojnë në përrjete që kanë të bëjnë jo vetëm me të, jo vetëm me familjarët e tij të afërt, por edhe me bashkëshorte dhe me familjarët bashkëshorteve. Në fakt, në mos gaboj, zonja Karçani ka një lidhje familjare me bashkëshorten e kryeministrit, kështu që aty pastaj fillon një strumbullar tjetër që duhet hapur. Pra, Spaku, ajo që po bën Spaku, është që po ju tregon njerëzve me prova, me fakte, atë që ne e kemi ditur, atë që ne e kemi diskutuar tavolinave, por që njerëzit, sidomos militantët, nuk duan ta besojnë, sepse është normale, kushdo që ka një lloj idhujtarie, nuk do ta besoj. Tani më janë faktet. Tani më ai ka marrë motrën e Baxhanakut ose kunatën e Baxhanakut, e ka vënë në një pozicion që nuk e ka lëvizur që nga fillimi i qeverisë së tij, dhe me këtë kanë kapur shtetin dhe kanë vjedhur miliarda dollar. Dhe i kanë ndarë punët në zyrën e Ergyll Sagasit. Këtë e ka bërë edhe më parë, edhe qeverisja tjetër e mëparshme në forma të tjera. Mjafton që këtyre t'ju shikohet pasuria. Shikojini ku janë sot dhe ku ishin kur hyn në pushtet. Ku janë sot, edhe në opozit këta pasurohen. Jo më kur janë në pushtet. Pra, kjo është bërë tani më e qartë, njerëzit nuk duhet kenë më dyshime që këta janë një grup hajnash, të veshur me kollare dhe me kostume brioni, po përsa kohë që ajo ka vlerë për njerëzit, ata do të fitojnë, po unë nuk mendoj që kollarja ose kostumi brioni ka vlerë në qeverisin e një populli, dhe këta kanë vjedhur parat e mia, të tuat, të gjithë shqiptarëve, për të blerë atë kostumin brioni dhe për ta trajtuar ne si sklever. Ky duhet me qenë thelbi i çdo lloj analize mediatike, politike apo çdo gjë tjetër. Duhet parë si është shpëtimi, si dalim nga kjo gjendje përtek kësaj parie. Brenda kësaj parie, unë mendoj që pastaj do ngelemi në rrafshin e thashethemeve politike, me të cilat kjo pari, sepse kontrollon përveç disa mjeteve si ky juaj ose diçka tjetër, paria kontrollon çdo lloj mjeti mediatik. Fuqia e tyre propagandistike është e pafund. Nuk ka asnjë lloj ideje që mbijeton dot në sferën publike në Shqipëri, pa pasur ata një lloj shkelje syri, pa e lejuar ata këtë lloj ideje. Ka ishuj të veçantë, siç është ky portal, por edhe disa të tjerë, por nuk ka mjetet informimit masiv ku njerëzit të mund ta marrin të vërtetën. Ky është problemi dhe ndaj dhe ata fitojnë. Ndaj dhe detyra gjithkujt që ndjen veten shqiptar sot është që ne t'ja tregojmë këtë të vërtetë njerëzve. T'ju themi, kjo është e vërteta, këta janë këta. Mos i zgjidhni më. Sot diroi Edi Rama në konferencën e fundvitit me gazetarët, po thuaj se mbrojti gjithë aferat korruptive duke nisur nga Balluku, Akshi, edhe ajo më skandalozja e Ergyll Sagasit, por nga ana tjetër kishte një lloj shqetësimi dhe një lloj shpërthimi në rastet e këtyre aferave, dhe më pas la të kuptohet që ai do të kapet qoftë edhe pas oligarkëve, teksa u pyet për lidhjet e Belinda Ballukut me oligarkët, apo dhe vet ai teksa deklaroi se do të takoj këtë doj sa i përket pjesës oligarkëve. Ju si e keni lexuar këtë konferencë të Edi Ramës? A është ai tashmë i trembur nga Spaku, apo është duke shtrënguar radhët, po themi, nga ajo që ka ndodhur qoftë me Ballukun, Akshin dhe Agasin?
Shikoni, pikë së pari duhet vënë në dukje që nuk ka dallim midis rrjeteve që qeverisin dhe këtyre rrjeteve që shfrytëzojnë qeverisin. Madje do thoya që nuk ka dallim midis rrjeteve që qeverisin, rrjeteve që shfrytëzojnë qeverisjen, sindikatës ndërkombëtare të krimit dhe rrjeteve që marrin tendera dhe para për opozitën. Pra janë të gjithura ngushtësisht të lidhura. Prandaj më parë po thoya që nuk ka dalje brenda kësaj parie, sepse nuk është çështje që arreston Ergys Agasin dhe mbaron koordinimi midis mafias ndërkombëtare dhe qeverisjes. Do të vendoset një Ergys Agas i ri. Do të vendoset një dikush tjetër i ri. Përpara Ergys Agasit ka qenë dikush tjetër që është marrë me këtë punë, ka qenë një njeri që ka qenë kryebashkiak i Durrësit. E të gjithat këto kanë ndodhur nën hundën dhe nën syt e të gjithë njerëzve dhe edhe opozita vet është marrë me çështje sipërfaqësore të cilat nuk shkojnë tek thelbi. Pra kjo është e para që nëse ne shohim sikur Edi Rama do të mbështetet tek oligarkët, ne duket sikur themi që ka dallim midis Edi Ramës dhe oligarkëve. Nuk ka oligark pa Edi Ram, pa Sali Berisha dhe pa Ilir Mete, pa Fatos Nano në ndjer, dhe nuk ka Edi Ram, Fatos Nano, Sali Berisha pa oligarkët. Pra janë të lidhura angushtësisht, janë dy mekanizma të njëjtit motor. Motori nuk ecën nëse njëri nga mekanizmat nuk funksionon. Nuk mund thuash që nuk e dua unë impjantin elektrik, sepse pa impjantin elektrik nuk të ndizet makina. Kjo është e para. E dyta, sigurisht që ishte paktën në pamje të parë, duke i fort i tensionuar, sikur e kishte kapur rrufa pak kryeministrin, ai zakonisht nuk del me rrufë, po kush e di si e ka pasur hallin. Ishte i tensionuar, sigurisht që foli me një gjuhë më të madhe force se sa flet zakonisht, ai zakonisht fshihet pas tropeve evropiane të një artisti i cili në politik ka rënë rastësisht dhe ende nuk e ndjen veten politikan, fshihet mbas atyre modeleve të koshit të basketbollit në zyrë, e të atyre pikturave që duket sikur nuk janë të një njeriu normal tek zyra e tij. Por këto janë të gjitha fluff, i thonë amerikanët, janë gjitha kasht që nuk ka të bëjë me thelbin. Thelbi është që ai praktikisht në atë dalje foli drejt për drejt kundrejt atyre që kanë në dorë fatin e tij, që është spaku i kontrolluar nga ndërkombëtarët. Pra ai praktikisht shpallin e luftës që unë e pata thënë këtu tek ju para disa muajsh, e bëri të hapur në daljen e tij në fund vit. Ai tha kemi luftë dhe unë do të luftoj deri në fund dhe ju mua nuk më mundni dot, sepse unë kam gjithë këtë thes të madh, trukesh, ndaç politike, ndaç ekonomike, kam mbështetje, ne nuk e lëshojmë këtë. Ajo që unë i thash më parë është që mënyra se si paria e ka shtjelluar këtë lloj faze të sundimit vet edhe më parë, edhe përpara 97-s, ka qenë pikërisht dobësimi i shtetit. Pra, shpeshtimi i vrasjeve, shpeshtimi i krimeve, lënia e shtetit djerë, ose të flasim për atë tubin e Vlorës, që mbeti një qyteti i kryeministrit pa ujë për javë të tëra ose ditë të tëra. Të gjitha këto janë pjesë e dobësimit të kapacitetit të qeverisjes, të shtetbërjes, e cila bëhet me qëllim. Njerëzit mendojnë që ishte nga paaftësia. Jo, nuk është nga paaftësia, bëhet me qëllim. Dobësohet shteti për ta lënë atë në duar, se kur nuk ka vakum në politikë. Kur dobësohet shteti, dalin aktor të forcës në lojë, të cilët përballen me njëri tjetrin dhe njerëzit duhet mbështeten tek këta aktor të forcës, dhe këta janë në kontroll të aktorëve të forcës, ta bëhen pastaj përfaqësues të kontrollit të forcës. Është pikërisht ajo që ndodhi në 97-ën. Dhe drejt kësaj rruge po shkojmë. Ky është një nga shqetësimet e mëdha që un kam, që e kam parë për shumë kohësh, që e kuptoj që njerëzve ju duket si një gjë, jo mos se s'ka mundësi, se nuk bëhet më, se nuk ka më njerëz që ta bëjnë atë punë, është edhe më keq. Në 97-ën kishte një kontroll të strukturave, kishte një lloj kahje çështja. Sot kontrolli është shumë më i holluar i strukturave, ka shumë urrëtie ndaj gjithkujt dhe një shpërthim i tillë do të ishte katastrofik për shqiptarët. Kësaj duhet i ruhemi, prandaj duhet që mos shohim Edi Ramën apo Sali Berishën, po të shohim parin si armiku kryesor i shqiptarëve. Që të mos mbërrim pastaj tek një 97 bis
10 fish më dhimbshme ku të rrezikohet ekzistenca jonë, se ne harrojmë që 97 nuk është shumë larg, është gati më pak se sa 30 vjet, 29 vjet i bien, rrezikohej ekzistenca e shtetit shqiptar. Mos kishte qenë Tansu Çiller, nuk e dim se si do ishte Shqipëria sot. Pra, duhet që ta kemi të qartë që nuk është fort aq larg sa duket, pavarësisht luksit, pavarësisht fishekzareve, pavarësisht festave luksoze, e verës së shtrenjtë që pihet në lokalet e Tiranës, nuk matet forca e një shteti NATO. Sipas meje. Zoti Roy, si e komentoni faktin që Ergyll Sagazi pothuajse kishte ndërtuar një lloj shteti paralel tek ai shkonin zyrtar, deputet, ministra, të cilët jepnin llogari dhe më pas ai hartonte raportet caktuara, të cilat ja dërgonte Edi Ramës. Çfarë do të thotë kjo lidhje e politikës me krimin organizuar, ku Ergyll Sagazi ishte koordinatori në këtë rast? Do të thotë që vërtetohet ajo që unë sapo shpreha retorikisht më parë, që shteti shqiptar është një shtet i kapur nga interesa e krimit ndërkombëtar, është një shtet që funksionon në bazë të ligjeve dhe të marrëdhënieve midis njerëzve, të bazuara në ato që bën krimi ndërkombëtar, dhe Ergyll Sagazi është vetëm njëri nga njerëzit që thuhet në gjuhën popullore i ka rënë bixha, që të ishte njëri që të përfitonte nga kjo dhe sillej pikërisht ashtu siç është, siç duhet sillet një koordinator i krimit, herë duke dhënë urdhra në emër të kryeministrit, herë duke dhunuar zyrtar, duke marrë peng. Pra është praktikisht një personazh i krimit organizuar, ashtu siç janë edhe të gjithë politikanët, të gjithë njerëzit që janë marrë me politikë në Shqipëri. Ndoshta jo të gjithë, se duhet jemi të drejtë, po pjesa më e madhe e njerëzve të cilët kanë qenë në pushtet dhe në opozitë, të cilët janë marrë me politikë aktive në Shqipëri gjatë atyre 35 viteve, janë njerëz që në mënyrë ose tjetër janë të kapur nga krimi organizuar. Kjo duhet na bëjë të reflektojmë. Jo thjesht Ergyll Sagazi, që është një emër që mund të ketë lidhje shumë më të thella se sa ato që duken, por këto mbeten për të vërtetuar, se në fundit duhet thënë edhe kjo në Tiranë, gjithkush nuk punon kurrë për një padron. Shumë kush lidhjet i mban me disa padron. Dhe këtu nuk flas thjesht për politikën e brendshme, por flas për aktorët jashtëm, shtetet huaj, etj, etj. Siç e thash, është një çerë dhe spionazhi ndërkombëtar Tirana. Është një han pa porta ku gjithkush mundet me hy, ku borxhi është më i lartë se sa në shumicën e shteteve të botës tretë, atyre shteteve që i ndihmon OKB-ja që të mos vdesin për bukë, pavarësisht se luksi është në majat e veta. Zoti Roy, ka një tezë sipas së cilës perëndimi, kryesisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, e pranojnë lidera të tillë autoritar si rasti i Edi Ramës, dhe në formulimin e asaj që quhet stabilitokraci, pra që mjafton që të jetë stabiliteti pavarësisht se liderat janë të korruptuar apo janë të lidhur me element të tjerë të krimit organizuar. Por kur vjen puna te këto element që përmendët ju, pjesa spionazhit, pjesa e trafikut drogës, pjesa e krimit organizuar, a mund ta tolerojë Shtetet Bashkuara të Amerikës Edi Ramën sa i përket dhe vetë interesave të saj në rajonin e Ballkanit? Shikoni, unë mendoj që njerëzve ju duhet të thënë vazhdimisht, duhet t'i bombardojmë me këtë idenë, sepse janë bombarduar me të kundërtën, me idenë e gabuar që shtetet ndërkombëtare në përgjithësi, po dhe shtetet e fuqishme në veçantë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, i bëjnë këto punë me emocione. Janë emocional në këto zgjedhjet e tyre. Nuk ka asnjë lloj emocioni në politikën ndërkombëtare, është një racionalitet i frikshëm, i bazuar thellësisht dhe tërësisht tek interesat e shtetit përkatës. Dhe në fakt kështu duhet të jetë, kështu ka qenë që nga antikiteti, kështu duhet të jetë një shtet serioz, kështu duhet funksiononte. Kështu duhet funksiononte edhe shteti jonë, por në vend që të merren me interesat e shqiptarëve, ata merren me interesat e tyre. Interesat e veta, me mbetjen në pushtet, ruajtjen e rrjeteve të tyre të pushtetit etj, etj. Pra thënë kjo, unë mendoj që sigurisht që në qoftë se nuk prek interesat e thelbësore të shteteve të huaja,
sigurisht që se dhe huaja nuk do të merakosin shumë për korrupsionin ose për skllavërinë e shqiptarëve nga qeverisja e tyre. Megjithatë, unë do thoja që është ky prag në një farë mënyrë është e kaluar për shkak se po të ishim në atë fazë nuk do të kishim daljet pra SPAK-u praktikisht e ka rrethuar me një kornizë korrupsioni zotin Rama, nga e cila ai nuk del dot më. Ndaj edhe me 31 dhjetor ai tha, jo ne kemi bërë gjitha këto dhe mirë kemi bërë që kemi bërë dhe ne nuk pyesim për njëri. Sepse di që nuk mund të fshihet më, nuk mund të thotë dot më ma kanë bërë. Deri dje ishte ma kanë bërë mbas krahash, unë nuk përgjigjem për të tjerët, drejtësia është e para, ne jemi të parët e të tjerë, ne e bëm SPAK-un, ka thënë dikur se njerëzit harrojnë. Nëse ai ka bërë SPAK-un, me këtë që thotë sot duhet paktën dilte dhe t'i kërkonte falje shqiptarëve që e bëm gabim. Po as atë nuk e bën dot, sepse SPAK-u nuk e ka bërë ai, SPAK-un e kanë bërë 140-0 Parlamenti i Shqipërisë me një SMS të ish ambasadorit Lu. Është ai që kërcente me ish presidentin Meta ato vallet popullore në pritjet e fundvitit, nëse nuk ju kujtohet njerëzve. Se njerëzit i harrojnë e merren me emra të tjerë, me emërtime, me gjëra emocionale. Ai që kërcente atë vallen e bukur të skraparit është ai që me një SMS i bëri këta që të votojnë 140-0. Kjo është gjendja. Pra kushdo që del tani dhe thotë jo po sovraniteti, ato janë pralla. Sovranitetin e Shqipërisë këta e shesin për një gotë verë të Erky Sagasit. Jo shishe, gotë. Po t'i ftoja në tavolinë dhe t'ju japi një gotë nga ajo shishja 3.000 euro, që këtyre ju duket se kanë mbritur majën e intelektualizmit botëror, pavarësisht nga vinë dhe se si sillen, ajo ju mjafton atyre. Ka që e kanë ata çmimin, një gotë verë. Sovranitetin le shkojnë t'ja tregojnë budallëve ose njerëzve të cilët duan të gënjehen me vetdije. Ta nuk kanë lidhje as me sovranitetin, as me kombin, as me shqiptarët. Këta kanë lidhje vetëm me paratë e tyre. Dhe si të tillë kanë reaguar, dhe si të tillë do të vazhdojnë të reagojnë. Çdo gjë tjetër është gënjeshtër, çdo gjë tjetër është shashk, çdo gjë tjetër është heqje vëmendje, siç është paralelizmi që bëhet me Maduron të Edi Ramës. Pse pas ka nevojë të bëhet paralelizmi me Maduron? Edi Rama ka aq gjunahe mbi kokë. Po të ketë një opozit me ide të plota që ofron një alternativë reale për shqiptarët. Ç'lidhje ka me Maduron? Merruni me ato që ka bërë. Merruni me tendrat që i ka dhënë familjarëve të Sali Berishës. Pse ja ka bërë? Pse i ka dhënë ato pallatet e mëdha që ndërtohen në Tiranë me 10 rakate? Kush ja ka dhënë? Kush janë mbrapa tyre? Le t'ja kërkojnë SPAK-ut që t'i gjej këto. Me që kanë kaq të interesuar për drejtsinë, por nuk janë. Është SKAP kur ka Berishën, SPAK kur ka Edi Ramën. Dhe këtu duhet që kemi kujdes dhe të mos bijem në këtë grac. Se e kanë bërë gjithmonë, është 35 vjet, është e njëjta histori. Duhet jemi të lodhur tani më. Mjaft më. Njëri tjetri akuzojnë, ndër akuza dhe në fund del e njëjta tavë djegur nga furra. Këtu ka një problem, duhet ndryshuar druri dhe furra, se nuk është e pamundur që gjithmonë të nxjerrim tavën e djegur. Ju thot pak a shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe SPAK-u janë në blok kundrejt pushtetit të korruptuar të Edi Ramës. Si mendoni, kur mund goditet Edi Rama nga SPAK-u apo është thjesht çështje kohe? Ajo të varet nga konteksti ndërkombëtar, do të varet nga shumë çka tjetër. Do të varet nga mënyra se si po i kundërvihet paria SPAK-ut, sepse le të mos bëjmë dhe gabimin tjetër që të mendojmë që paria tani më ka ngordhur dhe nuk kanë më fuqi. Paria është në kontroll të plot të situatës në Shqipëri. Ata kontrollojnë gjithçka, kontrollojnë paran, kontrollojnë shtetin, përveç një pjesë të drejtësisë të SPAK-ut, kontrollojnë, domethënë ata kontrollojnë aq fort situatën sa që një kantinë me vera të shtrenjta, e cila përdorej për t'ju dhënë këtyre idenë se ishin intelektual, u zhduk brenda natës në mësyrën e policisë. Pra, kjo duhet na bëjë që të mendojmë. Fuqia e tyre brenda shtetit shqiptar është shumë e madhe dhe përballja ende nuk ka përfunduar. Nuk duhet të bëjmë gabimin që themi që Edi Rama ka ikur, ka vdekur dhe nuk ka asnjë lloj mundësie për të. Pra, se kur ose si do të vazhdoj rrjedha e ngjarjeve për Edi Ramën dhe për gjithë të tjerët, do të varet nga mënyra se si do të reagojnë ata. Ata po e tregojnë që do të reagojnë me idenë që pas meje le të bëhet qameti. Ky është reagimi që dha Edi Rama me 31 dhjetor, që nuk tërhiqen përpara asgjëje, dhe duhet parë se si do të reagojnë shqiptarët.
se çfarë roli do të luajmë, pra roli i shqiptarëve në këtë është i pandryshueshëm, i patjetërsueshëm. A do të bien shqiptarët dakord që për shkak të një favori X ose Y që i ka bërë një zyrtar i lartë ose një zyrtar i mesëm, të qëndrojnë në mbështetje të kësaj katrahure kriminale, apo do të synojnë diçka më të mirë për brezat e ardhshëm. Unë jam nga natyra optimist se nuk kam popull tjetër, ky është populli im, por analitikisht do të thoja që do të varet shumë edhe nga këto faktorë. Faktori i jashtëm është vendimtar, është determinant, për shkak se jemi në një fazë shpërthyese, është shqip fjala, të sistemit ndërkombëtar. Pra, ndërhyrja në Venezuelë na tregon që ngadal po qartësohen pozitat dhe do të vi një moment i caktuar, jo shumë larg, ku do të duhet ndahet shapi nga shiqeri edhe në Ballkanin Perëndimor, dhe këtu do të hynë pikëpari dhe Kosova. Kosova është problemi themelor dhe jo rrjetet e drogës, dhe aty interesat e shqiptarëve do të rrezikohen më së tepërmi. Si do të reagojmë ne shqiptarët kundrejt asaj do të përcaktoj edhe hapat e mëtejshëm të gjithkujt. Ndërkohë, së fundmi flitet se mund të ketë një riformulim të posteve ministrore nga ana e kryeministit Edi Rama, duke nisur në këtë muaj ose në muajt pasardhës, por flitet nga ana tjetër edhe për krimin e qeveria teknike, e cila mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme, pra për ta menaxhuar gjithë procesin zgjedhor kjo qeveri, dhe nga ana tjetër ka dalë në skenë emri i Lea Ypit si kryeministre që mund drejtoj këtë lloj qeverie teknike. Ju si shikoni gjithë këto teza, janë thjesht teza për të çorientuar opinionin publik, apo ka një farë të vërtetë që tashmë Edi Rama po e shikon se ndodhen në atë pozitë të ngushtë, ashtu siç është edhe rasti i Aleksandar Vučić, i cili bëri ditur se do të ketë zgjedhje të parakohshme në Serbi? Unë kam thënë dhe më parë, dhe madje shumë kush e ka keq kuptuar si vlerësim ndaj personit Edi Rama, por unë kam thënë edhe më parë që Edi Rama është një politikan tejet i sofistikuar. Pra, sjellja e tij politike është jashtëzakonisht fort e sofistikuar, madje ndoshta mund të jetë politikani më i sofistikuar gjatë këtyre 35 viteve. Pra, këto lloj trukesh janë të njohura në politikë. Sistemi që është ndërtuar këto 35 vite, i cili ka bazën shumë kohë më parë, nuk është thjesht sistemi këtyre 35 viteve, është sistem që para këtyre 35 viteve ishte në pushtet për 70 tjera, ose 60 vite tjera. Por ky lloj sistemi nuk është ndërtuar në vakum, është ndërtuar nga njerëz të cilët kanë njohuri politike të mëdha, njerëz që kontrollojnë shumë çka në Shqipëri. Si pasojë, ata do t'i provojnë të gjitha mënyrat për t'ia dalë situatës. Pra, një qeveri teknike e cila kontrollohet nga parimet e Paris, e cila i jep diçka më shumë pushtet atyre hajnave të Sali Berishës që mezi po presin të kapi një vend kryeministor, se kanë qenë nga 2021 që nuk janë pushtet. Do thoni ju pse 2021, se njerëzit harrojnë që zoti Bardhi, që është sot kryetari i grupit, ka qenë ministri i qeverisë Rama për 6 muaj, përpara zgjedhjeve të 2021-shit. Mos ta harrojmë dhe këtë. Çfarë ndryshoi? Asgjë nuk ndryshoi. Pse nuk ndryshoi? Sepse sistemi korruptiv i ndërtuar nga ata, i pranuar nga ata, sistemi i ndërvarur nga sindikata ndërkombëtare e krimit nuk ndryshon se vendoset një emër si Lea Ypi, cilës do t'i duhet 6 muaj para se të fillojë të kuptojë se ku është, dhe pastaj nëse e kupton se ku është dhe në qoftë se do të bëjë gjën e duhur, do t'i duhen 6 muaj tjera që të fillojë të vendosë bazat. Pra, një qeveri e tillë do ishte qesharakëri. Nuk e di nëse mbani mend, ka qenë një deputete që e Partisë Socialiste që erdhi nga Harvardi me tamtame të mëdha. Në fakt është njëri shumë i zotë, në Amerikë merret me një bank investimi, është njëri shumë i zotë, por në politikën shqiptare u kthye në një personazh qesharak që nuk kuptonte nga hyje nga dile. Ka shumë të tillë, edhe më rishta si ka njerëz që mendojnë që duke bërtitur në politikë i bindin shqiptarët, kam përshtypjen që nuk ja kanë idenë realitetit në Shqipëri dhe realitetit të mendësisë së shqiptarëve në shekullin e 21. Po kjo është
ky diskutim I gjatë tjetër. Ajo që ka vlerë për qeverinë teknike është kjo. Qeveria teknike do të kishte vlerë vetëm në një mënyrë. Nëse do të vendoste në diskutim pushtetin e sistemit. Si vendoset në diskutim pushteti që nuk ka për të ndodhur kurrë me dashin e tyre, vetdashin e tyre. Nuk e bëjnë kurrë ata. Nëse kjo qeveri nuk do t'i merrte votat nga të gjitha palët dhe do të ishte për një vit e gjysmë, 2 vjet ose për sa kohë që duhet të ndërtojë një kushtetutë e re, ku nuk do të merrnin pjesë më këta, dhe e cila do të kishte një bazë parimore të kombëtare, ku të reformohej e gjithë struktura dhe zgjedhjet të bëheshin me një sistem zgjedhor që të mos e zgjidhin më këta. Pra, po t'i hiqen këtyre të gjithë instrumentat e kontrollit mbi sistemin, ndoshta ka një shans qeveria teknike. Por ndryshe, qeveria teknike është një instrument qorr në duart e politikës që kontrollon gjithçka, sepse çfarë do I bënte Lea Ypi oligarkëve, Çetit ose Samirit ose para se ta kuptoj se ku janë lidhjet e tyre zonja Ypi, do këtë shkruar dhe pjesën e 2 të librit vet, domethënë atij librit me kujtime që e shiti si libër akademik, po kjo është çështja e saj se nuk duhet ta anatemoj një kolege, është kolege nderuar, punon në një universitet jashtëzakonisht shumë prestigjioz, kështu që në fakt, domethënë un jam dua që ta vlerësoj arritjen e saj, pavarësisht se nuk e di se çfarë kontributi ka dhënë në akademi, por gjithsesi njeri vlerësueshëm, njeri që ka shqiptar I suksesshëm. Pra, zonja Ypi do kishte qenë një shqiptare fort e vlefshme për shtetin shqiptar, nëse do kishte jetuar brenda shtetit shqiptar, do ishte dhënë mundësia që këtë sukses ta kishte brenda shtetit shqiptar. Po arsyeja pse ajo nuk ka mundur do të jetë e suksesshme brenda shtetit shqiptar, është pikërisht kjo pari, e cila kontrollon gjithçka, dhe ti tesh në kryet një qeverie si kukull, sado e bukur për të parë, nuk besoj që bën ndryshimin e madh. Zoti Roy, më 22 janar gjykata kushtetuese do të mbajë seancë të hapur publike sa I përket ankimit të Edi Ramës në raport me pezullimin e Belinda Ballokut nga gjykata e posaçme, duke cilësuar këtë veprim si antikushtetues. Ju si mendoni, a do të jetë gjykata kushtetuese në nivelin e saj institucional për ndërmarr vendimet e duhura, apo do të lërë shtigje për interpretim ashtu siç ishte në rastin e vendimit saj të fundit në raport me gjykatën e posaçme? Pikës pare, gjykata kushtetuese e shtyu afatin, hodhi topin tek viti I ri, duke menduar që deri në vitin e ri do këtë bërë diçka ose arbitri, do jetë anulluar loja, do këtë ndryshuar fusha për të bërë një analogji futbollistike, se ne shqiptarët e duam shumë futbollin. Mirë po, unë mendoj që ajo do të jetë një pikë kyçe e vazhdimësisë. Pra, kur më pyet më parë çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë, duhet parë se deri ku shkon ndikimi I Paris dhe deri ku shkon ndikimi I aktorëve ndërkombëtar. Unë mendoj që në pika kyçe, historikisht, Paria ka treguar që kontrollin e ka ruajtur të instrumentave të brendshëm. Sepse ata njerëz që janë pjesëtar të gjykatës kushtetuese kanë lidhje të shumë fishta, të 300 fishta me Parinë e Tiranës, lidhje familjare, lidhje gjaku, lidhje krushqie, lidhje nderesh, lidhje biznesi, gjitha llojet e lidhjeve me Parinë e Tiranës, dhe është e pamundur për ta që të ekzistojnë, ose për të gjithë ata, për disa prej tyre mund të jetë e mundur, po jo për të gjithë, që të ekzistojnë në një kontekst ku bëhen armiq të Parisë Tiranës. Një shembull shumë I madh për të përdorur në këtë është që ish kryebashkiaku Erion Veliaj, I cili tani më është në burg për korrupsion, të mirë provuar, pavarësisht se aleatët e tij përpiqen që ta lidhin këtë me drejtsinë që po e tekalon cakun e vet. Dikur zoti Veliaj ka qenë njeriu më I favorshëm I ndërkombëtarëve, është marrë, është edukuar në rrjete të ndryshme, dhe praktikisht është përgatitur, ju ndërtua dhe një parti me cilën ai nuk pati fort sukses, ja imponuan, ndoshta jo imponuan, po pati një lloj detyrimi, një lloj shtyrje që ai të futej në radhët e Partisë Socialiste, ishte deputet, bëhej ministër e gjitha këto, dhe përfundimisht kur erdhi puna që
erdhi në qeverisje, ai nuk u bë mash e atyre që vendosën aty, por u lidh me grupe biznesi dhe u përpoq të përdor ndikimin e tij brenda sistemit për të qenë lojtar i fuqishëm brenda sistemit. Humbi lojën sepse kryeministri, siç e thash më parë, është lojtar fort i rregjur politik dhe njëri që nuk që e njeh shumë më thellë edhe mendsinë, edhe historinë e shqiptarëve etj. Por është një shembull zoti Velia i atyre që dështuan i projekteve të dështuara të ndërkombëtarëve, të cilat u kooptuan menjëherë nga mënyra se si funksionon Paria e Tiranës, nga paratë e Parisë Tiranës dhe nga lidhjet e thella të padukshme ndoshta për një huaj që kishte me Parin. Këtë mendoj unë që do të vërtetoj edhe gjykata kushtetuese. Po nëse unë jam gabim në këtë analizë timen, nëse Paria ka humbur këtë lloj kontrolli, atëherë çdo gjë është e hapur për shqiptarët dhe zoti Rama nuk i ka punën mirë. Sepse me datë 22 ka 3 mundësi. Mundësia e parë dhe më e mundshme është që të shtyhet edhe një herë topi. Do të marrim një vendim, po diku nga marsi, prilli, derisa deri atëherë janë harruar gjërat, është bërë një qeveri teknike ose diçka tjetër, është gjetur një truk tjetër për të hequr vëmendjen e njerëzve. E dyta është që të thonë heqja e kryebashkiakut është e paligjshme dhe ai duhet të rikthehet në detyrë, liroheni urgjentisht dhe kjo do të ishte në favor të Parisë Tiranës. Dhe e treta do ishte që të merrnin anën e Spakut dhe thonin që jo, arrestimi është i drejtë për shkak të veprimeve korruptive etj. Unë mendoj që e para ka më shumë mundësi se sa dy të tjerat, por duhet parë. Në çdo rast, se nuk duhet që të bëhem Kassandra, ai vendim do të na tregojë shumë çka për gjendjen aktuale në Shqipëri. Dhe pyetja e fundit, në këtë rast duke mbetur te pjesa e Belinda Ballukut, a mendoni se Spaku do mund të arrijë të shkojë drejt arrestimit të saj, apo siç thonë ju Paria e Tiranës mund ta bllokojë në kuvend heqjen e imunitetit dhe mandatit të Belinda Ballukut? Sërish nuk du të bëhem Kassandra sepse nuk i kam informacionet aq të thelluara brenda për brenda Spakut që të mund të flas në këtë me siguri në këtë anë. Por do t'ju jap përgjigjen, mos keni merak. Unë mendoj që Paria e Tiranës nuk do që të arrestohet Belinda Ballukut. Lërini çfarë thonë nëpër parlament, lërini ato qesharakërit që ndezin pishtarë në parlament, atë punë ka bërë dikur dhe Ilir Meta, ka qenë duke hyrë ish-kryetares Josefina Topalli për të bërë mundje me të, domethënë se kishin lënë takim mundje ndoshta në atë moment, po ato janë qesharakëri, ato janë teatër. Lërini ato. Askush nga këta nuk dëshiron që të arrestohet Belinda Balluku. A dini pse? Sepse po arrestua Belinda Balluku, do dalin baxhanakët, kunetrit, deputetët që kanë marrë tendera hidrocentralesh, tendera rrugësh, tendera bashkiak, e të tjera, ndër të cilët dalin dhe emrat e tyre. Pra po u hap loja, Belinda Balluku ka qenë një pjesë kyçe e mekanizmit korruptiv. Dhe ndaj dhe Edi Rama nuk e lëshon. Nuk e lëshon, jo se ka ndonjë dashuri të veçantë për të, se Edi Rama nuk ka dashuri për askënd, i përdor njerëzit sikur të jenë masha, por nuk e lëshon sepse ka bërë llogarinë që nëse e lëshon këtë, dëmi është i pa llogaritshëm dhe në atë dëm nuk hyn vetëm ai, po hyn familjarët e tij, hyn familjarët ish kryeministrit më parshëm që është sot shefi i opozitës e të tjerë. Pra, fati Belinda Ballukut, po tjetë për Parinë e Tiranës, nuk arrestohet asgjë kundi. Do gjendet një zgjidhje e cila mbas disa kohësh ajo të dalë në gjyq, të bëjë një diçka, siç e kanë gjetur për shumë kënd tjetër. Ama fati i saj do të jetë letra e lakmusit për atë që do të ndodhë në Shqipëri. Pa arrestimin e Belinda Ballukut nuk bie Edi Rama. Dhe opozita nuk do të punojë që të arrestohet Belinda Ballukut. Këtë parashikim, ju lutem ta më besoni, sepse opozita ka çdo interes përveç se arrestimit të Belinda Ballukut. Ndaj këta do të punojnë gjithë bashkë, në të gjitha format, në të gjitha mënyrat, 1 për të zhvlerësuar Spakun, 2 për të delegitimuar atë, 3 për të thënë që Belinda, ndërkohë që bërtasin Belinda, veprojnë e u shtyn, një farë mënyrë e pranuan shtyrjen e Komisionit Mandateve, derisa flasi gjykata kushtetuese etj. Pra të gjitha këto janë të lidhura në një hallk, e cila në fund do të dalë hapur se nuk ka se ku të shkojnë në fund. Por janë gjitha të lidhura dhe këta janë gjithë lidhur bashkë.
Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën dhe argumentet këtu në Agora News. Faleminderit ju për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.